Një bisedë konstruktive, kështu kryeministri grek Alexis Tsipras e ka cilësuar telefonatën e fundit me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin francez François Hollande. Kreu i qeverisë së Athinës theksoi gjithashtu se Greqia nuk do ta paguajë këstin e borxhit me vlerë 305 milion euro. Shifra duhet i kalojë Fondit Monetar Ndërkombëtar në datën 5 qershor. Pagesa do të bëhet në fund të muajit, bëri të ditur Tsipras, vetëm pak orë pas takimit që zhvilloi me presidentin e Komisionit të Bashkimit Evropian, Jean-Claude Juncker. Ndërkohë vazhdon puna për të zhbllokuar planin e ndihmave me vlerë 7.2 miliardë euro, në këmbim të impenjimit të Athinës që të vazhdojë reformat strukturore. Por propozimi i kreditorëve ndërkombëtar për të financuar shtetin helen u përball me refuzimin e Athinës. Tsipras e ka cilësuar propozimin e Bashkimit Evropian si jo realist dhe absurd. Kryeministri pretendon se Greqia nuk do të lejojë të poshtërohet, ndërsa krerët e Unionit, ku mes tyre presidenti i Europarlamentit Schulz, shprehen të zëmëruar për kapriçot e vendit me ekonominë më të dobët në kontinent. Data e ardhshme për pagesën e këstit mund të jetë 14 qershori, megjithatë, ende nuk është e qartë kur do të kthehet Tsipras në Bruksel për të rinisur negociatat.